Sa shpesh duhet ndruar vaji i motorit? Çdo motor e ka në manual se sa shpesh duhet ndruar vaji. Personalisht përdor raportin 1 litër për 1000 kilometra, që do të thotë ZX6 në këtë rast merr 3 litra vaj, unë ja ndroj një herë në çdo 3000 kilometra për ngarje agresive. Nëse do ngisja motorin jo agresivisht, do përdoja raportin 1 litër për 2000 kilometra, që do të thotë do ja ndroja një herë në 6000 kilometra. Kjo nuk është sipas manualit, por është nga eksperienca ime dhe duke ja ndruar kështu vajin motorit dhe kaq shpesh nuk kam pas ndonjëherë probleme. Vaji është diçka që nuk kushton shumë, por ta mbron motorin dhe një herë në 3000 kilometra apo 4000 kilometra nuk kushton asgjë për të mbrojt një dëm shumë më të madh. Normalisht duhet zgjedhni dhe një cilësi të mirë vaji. Personalisht përdor motulin 7110-40 sipas manualit që ka ZX6. Dëgjoni edhe nga ato histori që në verë motori duhet të hidhni vaj 10-50. Kjo nuk është plotësisht e gabuar, sepse ka disa motora që në manuale kanë që mbi 30 gradë, duhet i hidhni 10-50. Personalisht ZX6 nuk e ka në manual, kështu që përdor 10-40. Duhet se s'bën kontrolloni manualin para se të ndroni vajin, sepse ka motora që marrin 5-40 apo modele tjera vaj. Por nga cilësia, motuli është më i mirë, ka distributor zyrtar në Shqipëri, kështu që e merr pa merak. Si fillim do ju duhet prisni një bidon për aq litra sa merr motori, e jemi merr 3 litra, kështu që e shkon fix. Tani gjëja tjetër që duhet bëjmë është gjejmë vidën e vajit që zakonisht është poshtë motorit ose pak në anë. Imja është kjo këtu, s'ka nevojë të heq plastikat. Për ta heq do marr një kriket ose një çelës dhe do e heqi dhe do dali vaji. Para se të shkarkojmë vajin, e mirë është hapet dhe tapa e vajit nga sipër, në mënyrë që mos krijoj vakum. Okej, dhe tani mund të heqim vajin. Vendosim një palë doreza një herë se na bën durpis. Do lirohet kjo vida këtu me kujdes dhe pastaj do i vendosim bidonin para se të dali vaji. Okej. Vendosim bidonin dhe hapim. Keni parasysh që motori duhet jetë i ftohtë deri në zet para se të ndroni vajin. Mirë që do ju djegi duart, po as do e ndroni siç duhet. Okej. Prandaj ju thash vendosin doreza se bëhesh goxha pis. Tani e mira është me një magnet ti bësh një test këtij vajit nëse ka prezgjo motori apo jo. Nëse vaji fillon edhe lëviz drejt magnetit, atëherë me shumë mundësi motori po mbaron punë. Kjo nuk lëviz, që është okay. Tani këtë do e presim derisa të kullojë e gjitha, jo vetëm kështu. Do e presim derisa të kullojë e gjitha dhe do shtojmë pak vaj nga krau tjetër që pastrohet komplet motori. Okej, kjo 3 litra kam marrë, 3 litra kam nxjerr, që nuk ka harxhu vaj, është totalisht okay. Bezdia që kam më shumë te motora sportiv është filtri i vajit. Që këta e kanë shumë bezdisshëm dhe kjo nxjerr vaj, do e bëj pak motorin pis, po do e lajm. Nëse filtri i vajit është vendosur siç duhet, ky duhet lirohet kollaj. Okej. Dhe këtë pjesën të do e pastrojmë pak mirë me një lesk pastër. E pastrojmë pak. Të heqim pak vajin e vjetër. Okay. Tani për sa i përket filtrit të ri, unë për vete përdor KN, është filtr sportiv. Edhe e mira është që te kjo gomina që ka filtri këtu, t'hidhet pak vaj, që të ketë izolim më të mirë.
Çfarë bëjmë? E lagim pak gishtin me vaj. Në këtë mënyrë. Okej. Dhe pastaj e vendosim. Kjo është e mirë, shtrëngohet vetëm me dorë të lirë, jo me çelës. Se nuk duhet shtrënguar shumë filtri i vajit. Sa të mban dora, aq e shtrëngon. Se kanë gominën që izolon, kështu që pa merak se nuk rrjedh. Kaq. Iku filtri, tani merrem me vajin. Tani marrim një hing nga këto dhe hedhim vajin. Hedhim pak si fillim sa të pastrohet, derisa dali vaj i pasur nga krau tjetër. Okej, kaq është mjaftueshëm. Tani do mbyllim videon nga krau tjetër dhe do hedhim vajin këtu. Mos tentoni ta ndizni motorin gjatë kohës që keni heq vajin, se do diqni motorin. Këto vidat e vajit është e mira të ndrohen 1 ose 2 herë pas çdo ndrimi vaji. Unë kësaj herë nuk kam porosit, herën tjetër do ta marr këtë vidën e re bashkë me rëndelën që këta kanë, që mos ketë rrjedhje vaji. I vendosim këtë dhe ndrojmë vajin. Kur ja ndron motorin vajin bashkë me filtrin, duhet që të marrit 300 ml më shumë. Motorim nga 2.8 që merr vetëm ndrim vaji do marri 3.1. Ka dhe pllakën këtu që do e shohim pastaj ku dallohet a ka shkuar nivel vaji apo jo. Marrim vajin. E mira motulit është që mund ta hedhësh edhe direkt kështu. Pra kanë këtë kokën e vet. Nëse keni bler motul dhe nuk e ka këtë, atëherë është falso. Duhet ketë këtë kokën kështu, duhet ketë dhe tapën brenda kësaj kokës, përveç tapës vet. Nëse ka kokën motori juaj të vogël, atëherë duhet ta hedhësh me hing. Okej, kjo ishte 1 litër. Tani tapa për cilën po flisja, se videon e kam bërë pak ndryshueshme, është kjo tapa këtu që lëviz. Dhe po ta hiq tapën e vet, këtu duhet ketë një tapë tjetër. Okej, ja ta lëviz pak në video. Kjo tapa këtu. Okej, dhe kjo duhet ta ketë shishja, nëse se ka, shumë mundësi e ke falso. Edhem litrin e dytë. Shofim pak nivelin. Okej. Okej. 3 litra, po ta shikojmë. Dhe këtu të pllaka poshtë, ja ta hiq pak telefonin nga kjo. Po ta shikojmë këtu. Shikoni që është në mes. Tani do ndezim motorin, do lëm 5 minuta të punoj dhe kjo do ulet, do i hedhim prap pak vaj. Ndezim motorin dhe lëm të punoj pak. Derisa shkoj temperatura 40 gradë.
Okej, motori është në 50 gradë, e fikim dhe tani shofim, presim shkoj niveli vajt në vend vetë. Ja t'ju arris pak dritën. Shikoni si ka rënë niveli nga sa ishe më para. Kjo logjikisht duhet jetë në mes fare. Vija sipër është full, kurse vija poshtë është minimum. Në mes është sa duhet ketë. Tani duhet ta ul motorin, se kam kombalet që ta shikoj drejt sa më saktë. Ajo që do bëj tani është ta mbaj motorin drejt edhe ta shikoj nivelin e vajit. Që ndryshe nga ç'ishte në kombalec, ky as minimum nuk e ka, kështu që do t'i hedhim akoma vaj. Deri tani kemi bërë 3 litra, do i hedhim edhe 100 gram, 100 mililitra, jo gram, dhe do shkoj fix, besoj. Tani është fix fare. E mbyllim, e ndezim dhe njëherë lejmë 5 minuta edhe kjo s'do ketë më nevojë, për gjithsesi kontrollin duhet bëllë sa më mirë. Në servis çfarë bën? E mushin me vaj, di shumë servise në Tiranë, që e mushin me vaj, e lejnë full dhe bllokohet motori pasi farkohet. Kaq ishte edhe për ndrimin e vajt, jam bë pak ujë ndjerës, po është goxha vapso. Shihemi video të radhës.